Çdo ditë e imja nis në orën 8 të mëngjesit. Kryesisht ditën e nis duke ushqyer duan, më pas përgatis një kafe për të hapur syçkat dhe kalojmë te kujdesi oral, ku merremi me pastrimin e fytyrës dhe larjen e dhëmbëve. Por sa hapem mbyll syt, Damian zgjohet, kështu që përgatis qumshtin për të. Damian pozicionohet tek divani, por u mërzit sepse i vendosa qumshtin tek biberoni i madh, i ndes televizorin sepse ka dëshirë që të shikoj kuklla dhe shkoj i zëvendësoj qumshtin tek biberoni i madh për t'i bërë qefin dhe mos të zgjohemi me grindje. Ndërkohë që Damian shijon qumshtin dhe shikon televizor, unë po vendos edhe një maskë për të qenë sa më fresh sot pasi një ditë gjatë më pret. Doj të rregulloj krevatin e dhomës së gjumit, ku është bërë një lëmsh i vërtet, dhe shijoj kafen e mëngjesit me një super pamje dhe me diell dhe me maskën të vendosur. Kaloj ku bëj gati valigjen e veshjeve që unë do bëj shooting, bëj një mëngjes të shpejt për vete dhe Damianin. Rikthehem te Damian, është mirë duke pirë qumshtin dhe duke parë majmunin e tij, bëj gati outfitin e Damianit dhe let's go. Shpejt përgatis edhe fytyrën time duke vendosur hidratuesin, zgjedh outfitin se çfarë do vesh. Dhe ja ku jemi, tek dollapet e mi që me zi mbyllen, tek rrëmuja e dhomës time. Zgjodha të shkoj me këta outfit gjatë ditës, më thoni se si ju duket. Ndërkohë, ikim në ashensor dhe Damian u mërzit sepse donte që unë ta bëja në krah, por kisha një valigje edhe mbeturinat për të hedhur. Marrim taksin dhe me vrap për të shkuar për të lënë Damian në çerdhe. Ai u qetësua, kështu që po e lë me mendje të mirë. Shkoj shpejt tek showroom-i i Maet, ku do zgjedh outfitet e tjera që do kem për shooting. Maet është një ndër vendet që përveç se ti qetësohesh, të kënaqen edhe syt nga krimet e bukura. Është një brand që me vërtetë super vlen dhe një brand që ndikon në gjithë botën e modës. Do e thosha pa frikë. Ora është 10:30. Sara Berisha pas ka postuar një video në TikTok. Këtu jam tek Valerio Shop, ku unë lë çantat e mia dhe me nxitim shkoj tek Gjenis Qitozi të përgatis flokët edhe make-upin. Ora duhet të jetë diçka rreth 11. Po, ora është 11. Shpejt mbarojmë punë, mbaruam punë më shpejt se çfarë unë mendoja dhe jam gati. Marrim makinën e Kristit, ngecim në një super trafik, ora 1:30 dhe ja ku jemi, tek Stylisphere Studios, ku unë do bëj fotoshooting, me qënë se Rafjala o postua një foto në profil në Instagramin tim Angelina Kotori, ku mund të shkoni dhe të bëni koment. Këtu është mami, ku sigurisht edhe mami do foto. Mbaruam. Ora është diçka rreth orës 3 të drekës. Me vrap, asgjë nuk kam ngrënë akoma, më besoni, jam me atë mëngjesin e vogël që unë bëra. Shkoj tek zyrat, ku te zyrat më pret dua dashuria, përkëdhelemi pak edhe çmallem pasi gjithë ditën pothuajse nuk e kam parë. Marrim përsëri taksi, Damianin nga çerdhja, duan me vete, shkojmë në shtëpi, heqim këtë rëmujën e ditës. Damian me Terezinë vet duke lexuar librat që i erdhën, librat e reja, pastroj make-upin dhe më në fund do shplodha. Damian që vesh bijamat e tij.